Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sot në gjykatën kushtetuese, siç ne dinim dhe prisnim, mbajt seanca për Ballukun, një seancë maraton. Unë dëgjova një disa kohë, dëgjova që flisnin shumë njerëz, edhe nga njerëz me uniformë të gjykatës më të rëndësishme që kemi ne. Kushtetuese, gjithkohësisht flisnin dhe njerëz poshtë, grupet e palët e interesuara. Dhe pastaj, domethënë, pritat si përfundimet, sepse vazhdoi shumë pana kjo gjë. Pra, u paraqitën pretendimet e të gjithë palëve, sot, në datën 22 ditë e njëjtë. Tani, SPAK kërkonte dhe kërkoi aty pezullimin e Ballukut, nësa kryeministri, parlamenti dhe presidenti pak a shumë ishin në një mendje kundër pezullimit që SPAK ka bërë në fillim, në startin e këtij problemi. Se çfarë aty ndodhi konkretisht dhe si do të vijojmë pas, ne diskutojmë në pjesën e parë të këtij emisioni. Po në këtë pjesë do të flasim dhe për 21 janarin, ngjarje 15 viteve më parë, kur vjen për vjetorit nderuar të shikues, bëhet një paradë. Dalin aty lule dynjaja, pastaj del flet Edi Rama, tani del flet edhe Sali Berisha që qajnë po dhe tallen. Bëjnë edhe qajnë, po në fakt duke sikur tallen me një gjë shumë të rëndësishme. Edhe për këtë do të flasim në këtë pjesë. Edhe në një ngjarje tjetër që ç'është një problematik që të pathëna dhe ose detajet e reja nga vrasja e çuditshme në burgun e Greqisë. Zonja Klodiana Lala, gazetare, drejtuese në shënjesër në News 24, faleminderit shumë. Se gjeta. Ndihmë të vazhdueshme kemi nderuar të shikues nga zonja Lala, me pak arsye është punon, siç punojnë të gjithë për këtë popull dhe për adeun tonë, a kupton? Do të thonë. Ferdinand Dervishi, Sokol Bregu, Panosoko, faleminderit shumë që do të ndihmoni në këtë pjesë. Pjesën e dytë pastaj do të hidhem do të kontribuojë te pjesa do na hyj nga studio 2, se pastaj do ngjitet lart ai, zoti Prezogaj. Do flas për 21 janarin, vazhdimisht flet ai për këtë. 21 janarin, për këtë dhe Amerikën flet përgjithsisht. Po do flas edhe pak për 21 janarin, pastaj do ngjitet lart për pjesën e dytë, ku ne do flasim gjithsesi sepse ngjarje të tjera të rëndësishme kanë ndodhur. Shumë të rëndësishme, është bërë një bord i rëndësishme të gjitha, erdhi dhe vajza e presidentit Amerikës në Bregdetin tonë, të gjithë e duan këtë Bregdetin tonë. Edhe tani u bashkuan, u bën bashkë edhe zoti Edi Rama dhe zoti Sali Berisha dhe mblodhën të gjitha votat me vrap dhe ja dhanë presidentit Trump dhe bordit të gjitha të tip diskutojnë pjesën e dytë me një panel tjetër. Interesante dhe ai. Atëherë kalojmë te pjesa, te momenti i parë. Zonja Lala, çfarë ndodhi sot në gjykatën kushtetuese, cilat janë pretendimet që paraqiten palët? Gjykata kushtetuese zhvilloi sot për më shumë se 4 orë seancën plenare publike që kishte të bënte me shqyrtimin e kërkesës së kryeministit vendit zoti Edi Rama, i cili konsiderohet si antikushtetues vendimin e gjykatës posaçme që ka pezulluar nga ushtrimi i funksioneve zëvendës kryeministren dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë zonjën Belinda Balluku. Seanca plenare publike nënkupton faktin që do duhet jenë të gjitha palët të interesuara dhe ata të përfshira në mënyrë të drejtë për drejtë, siç është kërkuesi në rastin konkret Këshilli i Ministrave, Prokuroria e Posaçme, Kuvendi i Shqipërisë e po ashtu Presidenca. Në rastin konkret ishte ftuar si palë interesuar në këtë proces dhe si palë pjesëmarrëse edhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por kjo e fundit nuk u paraqit në proces dhe përmes një shkresi që ishte drejtuar gjykatës kushtetuese në datën 29 dhjetor të vitit 2025, pra më pak se 3 javë më parë, gjykata e posaçme pretendonte se në një vend demokratik nuk mund të ftohet si palë në proces gjykata, sipas shkresës bashkangjitur zoti Erion Bani, kryetari i gjykatës, arsyetonte se gjykata flet vetëm me vendime dhe vendimet e gjykatës së shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mund të shqyrtohen apo të vijnë diskutim, të rrëzohen, të prishen, të kthehen për gjykim vetëm nga një gjykatë më e lartë, sikurse është gjykata e apelit posaçëm apo gjykata e lartë. Kështu që në këtë aspekt, gjykata e posaçme pretendonte që nuk mund të bëjë pjesë e gjykimit kushtetues, për sa kohë që e konsideronte ndërhyrje në çështjet e ekzekutivit dhe në pavarësinë e tij. Ndërkohë, në lidhje me palët e tjera, pak a shumë ishin në një anë Presidenti i Republikës, Kuvendi i Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave, të cilët në unison pretendonin që
përmes vendimit për pezullimin nga ushtrimi i funksioneve të Belinda Ballukut, gjykata e posaçme dhe SPAK kishin ndërhyrë në çështjet e ekzekutivit të kuvendit, por edhe të presidencës, sepse sipas tyre Belinda Balluku nuk mund të pezullohej nga detyra përsa kohë ligji dhe kushtetuta e barazojnë funksionin e saj si antare e kabinetit qeveritar me atë të deputetit kuvendit. Dhe përsa kohë që ligji ndalon pezullimin e deputetit nga funksionet, nuk mundet kursesi, thanë ata, në sallën e seancës plenare publike në gjykatë kushtetuese, të pezullohen nga ushtrimi i funksioneve. Ky ishte argumenti i parë. Argumenti i dytë lidhe pikërisht me bllokimin e punëve të qeverisë. Pra, këtë pretendim e ngriti përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave, i cili tha që për shkak se një ministër propozon akte vendime tira me radhë dhe projekte akte, kjo pezullimi një antari të kabinetit qeveritar krijon problematika dhe boshllok në funksionimin e të gjithë qeverisë, i cili vepron si organ kolegjial. Më tej shkoi përfaqësuesi i presidencës, në një moment zoti Ilir Usmani, i cili më herët ka mbajtur detyrën e ministrit të drejtësisë, pra aktualisht ish ministri i drejtësisë, ngriti hipotetikisht tha, nëse dispozita nuk sqarohet, pra dispozita që është përdorur nga ana e SPAK dhe nga ana e gjykatës për të pezulluar zonjën Balluku, mund të ndodhë që një gjykatës ose një prokuror të nesërmen hipotetikisht mund të pezullojnë jo vetëm një antar të kabinetit qeveritar, por disa antar, pra disa ministra, çka normalisht mund të ndikonte në qeverisjen e vendit dhe në vendimarrje. Dhe e konsideroj këtë ndërhyrje në punët e presidentit të kuvendit, por ai fliste në rastin konkret për presidentin. Pra, këto ishin argumentat kryesore ku ndaleshin këta tre institucione. Ndërkohë prokuroria e posaçme në këndvështrimin tim nuk shkoi dot në nivelin kushtetues, por u ndal pikërisht në tre momente. Njërës nga pyetje që bëri antare e gjykatës kushtetuese Mariana Semini, sepse ju e dini që gjykata kushtetuese përpara se sa të dalë në këtë seancë plenare publike, në 12 dhjetor ka marrë një vendim të ndërmjetëm dhe ka vendosur të pezulloj përkohësisht zbatimin e vendimit të gjykatës dhe ta rikthejë zonjën Balluku në detyrat e mëparshme. Dhe zonja Semini e pyeti prokurorinë e posaçme që sa ka ndikuar ky vendim i ndërmjetëm në hetimin e çështjes penale, dhe prokurorët pretenduan që fakti që zonja Balluku është rikthyer në detyrën e mëparshme ka ndikuar negativisht në hetim, sepse ka të dhëna sipas tyre që ajo ka tentuar të prish provat e hetimit penal. Dhe pikërisht me këtë moment e motivuan edhe të gjithë kërkesën e tyre, duke thënë që masa e sigurisë për pezullimin nga ushtrimi i funksioneve është marrë në interes të opinionit publik, për faktin se zonja Balluku, duke qenë në funksione të rëndësishme si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, mund të përbëjë rrezik të prish provat, të intimidojë dëshmitarët, por po ashtu të kryejë vepra të kësaj natyre për cilat dyshohet apo edhe më të rënda, ndërkohë që prokurorët u ndalën në dy momente. Në dy momente të tjera. Së pari ata thanë që kryeministri i vendit nuk mund të legjitimohet për të bërë këtë kërkim, sepse ata pretenduan që nuk ka një konflikt institucional, duke qenë se ligjit e kushtetuta i japin mundësinë dhe ngarkojnë me përgjegjësi ose më saktë i japin atributin institucioneve të drejtësisë të ndjekin penalisht persona në konflikt me ligjin apo që kanë kryer vepra penale, dhe po ashtu pretenduan që janë vetëm ata si institucione të ngarkuara nga ligji për të kërkuar dhe përcaktuar masa sigurie, dhe sipas tyre zoti Edi Rama nuk është cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë në ushtrimin e detyrës si kryeministrit i vendit, dhe duke qenë se nuk është cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk mund të legjitimohet në këtë proces. Pika e dytë kishte të bënte me faktin që prokurorët aluduan që kryeministri i vendit, duke u sjellë në këtë mënyrë, pra duke vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese për një konflikt institucional ose kompetencash që sipas tyre nuk ka ekzistuar kurrë, është duke bllokuar hetimin për zëvendës kryeministren. Dhe momenti i tretë, sikur se thash, lidhej pikërisht me atë që ata e konsideruan si prishje të provave apo intimidim dëshmitarëve. Prokurorët e posaçëm patën edhe një mesazh për vetë gjykatën kushtetuese, sepse ata thanë që vetë gjykata kushtetuese ka normuar përmes vendimeve të saj dhe i ka dhënë të drejtën ose ka legjitimuar më herët të gjitha veprimet e gjykatave dhe të prokurorive, të cilat të shkallëve më të ulta, për të qenë të pavarura në punën e tyre. Dhe ndërhyrja e gjykatës kushtetuese në këtë moment, në fakt sipas tyre, cënon haptazi pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe të institucionit të prokurorisë. Pra pak a shumë ishte kjo e gjithë panorama çfarë ndodhi në gjykatën kushtetuese. Një pyetje interesante ishte edhe nga antarja e gjykatës kushtetuese Marsida Xhaferllari, e cila në fakt ju referua një shprehje të kryeministrit që jemi një vend demokratik, apo si e shohin ata këtë konceptin e Republikës së prokurorëve. Në fakt prokurorët e posaçëm në rastin konkret nuk është se ishin shumë të qartë se
cila ishte përgjigja që do duhet të jepnin në raport me këtë, por ama thanë që rasti konkret është një rast që sipas tyre nuk ka krijuar konflikt mes institucioneve dhe mes kompetencave, së pari nuk ka cënuar balancat dhe të drejtat e pushteteve të tjera, dhe ndërkohë pretenduan që për shkak të nevojave të hetimit dhe për shkak të mënyrës se si ata kanë hetuar në rastin konkret zonin Balluku, kanë zbatuar me rigorozitet të gjitha kushtet dhe kriteret dhe kanë caktuar 2 masat ndaj saj, sepse ju e dini që ka dhe një mas tjetër, krahas pezullimit edhe ndalimi për të dalë jashtë vendit, masë e cila mbetet në fuqi. Ka mbetur kjo pasaport. Po, kjo ka mbetur në fuqi dhe nga apeli, pritet gjykata e lartë të shihet pas rekursit që do të bëjë zonja Balluku, por edhe 2 personat e tjerë të cilët janë ish kreu autoritetit rrugor shqiptar dhe ish administratori i OSHE-s. Ish kreu që Gentian Gjyli. Që kishte lënë në telefon? Jo, nuk Evis Berberi është i arrestuar, po flasë për 2 të tjerët, sepse është dhe një tjetër ish kreu, domethënë ish drejtuesi e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli dhe Eral Delezi që është administratori i Keshit, pra i korporatës elektroenergjitike shqiptare, që po ashtu janë të pandehur në këtë proces në lidhje me tenderin për tunelin e Llogaras. Ndërkohë që këta nuk kanë lidhje me tendrat e tjerë që kanë bënë Munazën e Madhe, sepse kanë ndryshuar më pas drejtuesi. Keshit dhe ky tjetër, Po, këta janë vetëm për tunelin e Llogaras. Atëre, të pyes nga paneli unë tani të tjerët përveç shpjegimeve të shumë të qarta që morëm razën. Lala, cilat argumente ju duken më bindse nga seanca e sotme? Ndoqët? A ndoqët njerë? Unë ndoqa, atëre, vërtet prandaj pohova me kokë argumenti Iliru Smajlit jep gjithmonë një formë më ndryshe. Iliru Smajli? Po. Duket forma e tij është një... A i kishte argumentin e presidentit? A i të presidentit për kushtetues. A i thot, kushtetuta nuk nje as një mekanizëm për pezullimin e ministrave, në mënyrë të qartë. Dhe tha dhe mënyrën hipotetike, po sikur në një moment s'pak të kërkoj, a i e qojt e gjithë qeveria, mënyrë hipotetike, pra këto gjëra nuk mund të lihen kështu. Kur ne krijuam reformën në drejtësi, nuk e krijuam reformën në drejtësi vetëm që duhet të ekzistojë prokuroria speciale. Është e vërtet që ajo mes të gjithë institucioneve të tjera të drejtësisë bëri një dallim më ndryshe nga të tjerët dhe ra më në sy të opinionit publik për mënyrën e saj. Por kjo nuk do të thotë që me që SPAK dhe GKKO janë të parat të parat që arritën një sukses në reformën në drejtësi, institucionet e tjera të mos ekzistojnë. Ta dëgjojmë gjykatën kushtetuese. Në një moment e ka jashtëzakonisht. Duke u zhvilluar si proces. Atëre, jashtëzakonisht, ajo që më bie në sy është. Ata nuk thanë që të mos e dëgjojmë. E kupton, jo. Ata sonë argumentat e veta. Në një moment tha, nëse domethënë parashtrimi i tyre, në një moment nëse jep një vendim kundërt, do të cënoni pavarësinë tonë, çështjen e tjera këto pastaj janë gjëra të cilat shtojnë mirë, okay, jam dakord, por ai thotë që prishen prova, tani ti ke çuar në kuvend 16.000 faqe. Cilat prova? Kanë vajtur 16.000. Po që 16.000 Gazi ka marrë këto të 16.000. Po Gazi i ka marrë se janë dhënë, po nuk i bën publike, në bazë të sekretit. Tani ajo që shtrohet është ideja me një të drejtë shumë qeveria shko në kushtetuese. Ka të drejtën e vetë për të marrë. Kjo nuk është vetëm rasti Balluku. Por pas një viti, që në ndodhë? Në një rast të tillë, duhet të veprojmë, atëherë ta marrim një përgjigje. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të përbëj një precedent. Ku çalon, askush nuk është kundër fakti që gjykata kushtetuese të marrë një vendim. Në 2 gjëra. Çështja është a e merr gjykata kushtetuese pa ndikim politik dhe pa presion politik, sepse zoti Rama, që kur ka nisur ky proces, ka vënë në shënjestër gjykatës dhe prokuror. Për rrogat, pra patjetër, ky është gjithë diskutimi. Unë personalisht dua që gjykata kushtetuese dhe bie dakord me Sokolin që ta ndaj njëre mirë shapin nga sheqeri. A është funksioni i ministrit i pezullueshëm? Le ta interpretoj nenin përkatës të kushtetutës. Gjithë diskutimi këtu është, a mund gjykata kushtetuese që pjesën më të madhe i ka të emruar nga politika, ose të financuar nga politika? 5 deklarata, pse quhen cënim 5 deklarata të cilat bën kryeministri,
dhe 5 deklaratat e ambasadës amerikane në çdo moment për gjykatën kushtetuese nuk quhen një ndikim. Po kujt ja kërkon këtë, se kuptoj? Po jo apo të thuaj ti the që kryeministri po cënon prokuror gjykatës është një person i cili nesër mund të jetë subjekt i prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme, dakord? Pra, kryeministri është duke bërë një presion në këndvështrimin tim, ose është duke bërë një betejë më shumë se sa për Belinda Ballukun, po e bën për veten e vet. Kështu që nuk besoj që ambasada amerikane bie dakord me ju, dhe unë jam e prerë që, të lutem Sokol, ma lër ta mbaroj fjalinë dhe kthehemi. Atëherë, jam shumë dakord me këtë që thua ti, që pse të mos i konsiderojmë presion. Po, jam dakord që s'mund ta bëjnë Shqipërinë ndërkombëtarët, por ama nuk mund të pranoj si një normalitet faktin që kryeministri i vendit del dhe ka 2 muaj, 3 muaj që merret nga mëngjesi deri në darkë me gjyqtarët dhe prokurorët. Nëse gjykata kushtetuese jep një vendim të pavarur, të pandikuar dhe që e sqaron këtë çështje, është e mirëpritur, po kush na jep këtë garanci? Se këtu nuk po flasim vetëm për rastin e Belinda Ballukut. Belinda Balluku ndoshta ne nuk e paragjykojmë, mund të jetë tërësisht e pafajshme, ne nuk kemi askush për t'i vënë vulën e fajësisë, ato e vendos gjykata, ama jemi përpara një fakti dhe me këtë fjali e mbylla, që është e pandehur për tenderin e tunelit Llogaras 190 milion euro dhe për miliona euro tendera të Unazës së Madhe dhe për koncesionin Thuman Kashar. Ky është fakt i njohur botërisht dhe publik i komunikuar nga prokuroria posaçme. Çështja është që moralisht për mua zonja Balluku duhet ishte larguar. Në kushte që jemi nuk e ka bërë, është e drejta e saj. Në kushte që jemi është kush na garanton ne që vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë i pandikuar politik. Nga politika. Unë them që këtu se ne nuk do bëjmë gjyqin e tani. Po jo, pra nuk jam. Ne do presim procesin, ne përgjithsisht jemi të ideja çfarë ndodhi sot. Po pra. A ndoqët Lala ka këtë mendim. Ajo le ta mbajtë vetë. Absolutisht. Vazhdo thuaj edhe 2 fjalë dhe Soko dhe pastaj në logjikën unë e pash parashtrimin edhe të gjitha palëve. Tani mua më pëlqeu parashtrimi i njeriu të dërguar të presidencës. Dhe thot që mos ta përsëris, nuk një kushtetuta, një mekanizëm për pezullimin e ministrit, një kushtetuta. Drejtohu parlamentit si që ju drejtua pas kësaj. Pse nuk ju drejtua në fillim parlamentit? Kushtetuta e një qartë, ti i drejtohesh parlamentit. Nuk merr një pezullim të tillë. Pra, në një moment që e bëri gabimin, ti drejtohej parlamentit që në fillim. Ore, shiko, ne duhet të respektojmë, këtu lidhet për precedentin dhe për mënyrën e funksionimit të shtetit ligjor. Nuk ekziston në këtë vend vetëm SPAK dhe GKK. Ka gjykatë kushtetuese, ka ekzekutiv, ka të gjitha. Reforma në drejtësi nuk është për sa kohë drejton vendin Rama dhe për sa kur tiki Rama do ndryshoj kjo reformë në drejtësi. Reforma në drejtësi u bë për dekada me radhë. Dhe kjo reformë erdhëm në institucionet të tjera, normalisht. Tani jemi në kemi thënë vazhdimisht në studion tonë, reforma në drejtësi ka dështuar që SPAK-u ka vetëm 0,1%. 0,3. 99,7%. 3.000 veta janë gjithë. Jo 0,03. 0,3%. Nese, po janë të rëndësishëm. Shiko tani se është e rëndësishme nëse në SPAK paraqitet. Jo. Shiko të mos kalojmë sepse është temë shumë e gjerë. Kjo është temë e gjerë. Është temë shumë e gjerë, por për mua ka rëndësi halli që ka unë me drejtësinë. Halli që keni ju këtu me drejtësinë, halli që ka populli shqiptar me drejtësinë. Kushtetuta. Hallet që ka Fatmiri, Saliu, Edi Rama, Balluku, janë dhe ato halle shumë të rëndësishme. Por janë 0,3% të halleve të shoqërisë. Dhe në këtë pikpamje, reforma në drejtësi ka rënë, por ne kemi diskutuar për nuk është temë e sotme. Për ta mbyllur. Mbylle? Me një fjali. Kushtetuta ta ka bërë të qartë. 2 mënyrat. Nuk të ka bërë të qartë fare që ka një mekanizëm që ti e pezullon një antar të Këshillit Ministrave. Por ka të ka bërë të qartë që ti i drejtohesh parlamentit dhe e merë... Jemi okej pra të presim procesin tani. Spjegojmë sot përgjithsisht të Bregu. Unë kam një dyshim, një shkurt fare, kam një dyshim që ka një logjik, po e kuptoj unë, që i çon gjithë të zvarritja, të fitimi kohës. Unë mendoj se... Të këpyti kam tani unë, pas pak, po këtë drejtë. Unë mendoj që edhe jo shkuarja drejt rrugës madhe, si që ka lënë ligji, që tha Sokoli, të shkojmë të rrugë madhe që është ta çojmë në kuvend, këtë gjën, ta çonte SPAK në kuvend, nuk e çoj. Pra kjo është rrugë e parë, madhe, të tjerat pastaj janë gjëra. Pra
Këtu e din të gjithë, kjo është rruga. E para është kjo. E dyta, unë mendoj që edhe vetë hetimi ose shpërthimi i kësaj çështje ka qenë i zvaritur sepse dhe është bërë kur duhesh edhe pak ditë që të parashkruaj vepra penale. Pra që këtu kemi zvaritje. Pastaj zvaritja, pra gjithmonë këto i kam hipoteza, nuk jam i sakt, nuk e di, por hipoteza që lidhen çuditshëm me njëra tjetrën. Pra lidhet e para me të dytën dhe lidhet e treta që s'është çudi që gjykata kushtetuese dhe ajo për të fituar kohë për të mos marrë peshë, t'ia çojë Komisionit Venecias edhe të shkojë kjo në kalendat greke. Coko? Unë e shoh, çfarë duhet të shoh, se praktikisht analizën e dosjes e bën dhe kolegët edhe. Jam shumë i prirur të shoh se sa e drejtë do të jetë gjykata kushtetuese në vendimin që ka. Dhe ajo që shqetësimi që ngre Klodi është ai që kam dhe unë. Dhe duke nisur bërë deduktimet e fundit të lëvizjeve që ka bërë gjykata kushtetuese, them që gjykata kushtetuese ka pavarësinë e mjaftueshme për të dalë kundër edhe kryeministrit. Njëkohësisht ka treguar që ka integritet. Dhe unë si një person i cili kam besuar gjithmonë te institucionalizmi, për shkak se zgjedh që ta besoj institucionalizmin drejt që e mori, se po se besuam nuk do ndodhi asnjëherë. Pra të gjithë do shkojmë drejt vetë gjykatës. Unë jam prirur ta pres gjykatën kushtetuese. Di që para 2 muajsh, a 3 muajsh sa ishte, ajo ka dhënë një vendim kundër Këshillit të Ministrave, kundër pikërisht të njëjtit kryeministër, kur vendosi që të anullonte shkarkimin që i bëri Erion Veliajt. Po kështu edhe para 2 ditësh ka pasur një seancë për çështjen e pagave të tyre dhe aty ka pasur një pozicion shumë fort nga ana e Këshillit të Ministrave. Personalisht vetë jam i cënuar nga gjykata kushtetuese kur kam çuar kodin elektoral bashkë me ish kolegët e mi me cilën ndoqim çështjen e kodit elektoral. Le të themi, unë them që le ta presim gjykatën kushtetuese për të marrë gjithë të qartësohemi të flasim tamam, dhe të konkludojmë të flasim tamam. Por ndërkohë ka pasur aludime zonja Lala se gjykata kushtetuese, një miku im, domethënë një njohur im, po që merr vesh nga këto punte, dëgjonte korridoret dhe shumë, më tha që mund t'i drejtojë dhe Komisionit Venecias gjykata kushtetuese. Dini gjë për këtë apo? Nuk përjashtohet se mundësi. Pra gjykata kushtetuese, kur e shikon veten në pamundësi për të marrë një vendim, mund të kërkojë opinion pranë Komisionit Venecias dhe i ka bërë disa herë gjatë reformës në drejtësi, ka bërë për disa çështje të rëndësishme. Unë mendoj që ky nuk është rasti që gjykata kushtetuese ti drejtohet Komisionit Venecias, sepse është një çështje shumë e thjeshtë dhe është interpretim i një norme dhe një piket të një nenit kushtetutës, çka do thotë për gjyqtar karriere, siç janë ata gjykatës kushtetuese, dhe sidomos për ata që vinë nga radhët e sistemit gjyqësor, e kanë lehtësisht të interpretueshëm atë nen dhe që mund ta zgjidhin përfundimisht këtë çështje, sepse ju e dini që ky vendim i gjykatës kushtetuese më pas merr edhe fuqinë e ligjit, çka do thotë që cili do qoftë ky vendim, në një farë mënyrë normon mënyrën se si do duhet të sillet jo vetëm prokuroria e posaçme, por edhe gjykata dhe institucionet më pas. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që nuk kanë arsye ta dërgojnë. A ekziston si opsion, ekzistojnë, por gjykata kushtetuese si rregull duhet ta shpallë vendimin brenda 30 ditësh. Në rastin e zotit Veliaj nuk mori shumë kohë dhe dha një vendim shumë të shpejtë, madje dhe arsyetimin nuk e vonoi, e zbardhi brenda një kohe të arsyeshme në raport me vendimet e tjera. Edhe në rastin e zonjës Balluku, mendoj që nuk do të marrë 30 ditë kohë, por do ta shpallë këtë vendim përpara fatit të edhe pse në mos gabohem, javën e ardhshme diku të mërkurën, disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese udhtojnë në drejtim Strasburgut për javën gjyqësore, kështu që mendoj nëse nuk e shpallin të hënë të martë, më pas do duhet të presim javën pasardhëse për të mësuar edhe një vendim. Po derisa gjykata kushtetuese dalë me këtë vendim, kemi ndërkohë edhe zhvillimin e komisionit ose të Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve, të cilët në 28 janar do duhet të shqyrtojnë kërkesën e SPAK për leje për arrestimin e zonjës Balluku. Pastaj se si mund të ndikojnë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe qëndrimi që do të mbajë majoranca dhe opozita tek çështja e kërkesës SPAK për leje për të arrestuar zonjën Balluku, kjo pastaj mbetet për të parë, sepse do duhet të shohim hap pas hapi se si do të jetë ecuria. Sa vazhdon ky proces dhe kur pritet një vendim? 30 ditë është me ligj, do duhet që për 30 ditë dalim me vendim gjykata. Edhe nëse kërkohet të ndihmë kësaj? Jo, nëse kërkohet ndihmë Venecias, ajo mund të shkojë deri në një vit.
Do të shkojnë Sepse- Venecia thotë Sepse nuk ka kohë për të përgjigjur. Sepse Venecia ka fatet e veta, plus që varet se si shqyrtohet atje, ose se si diskutohet. Pastaj, çështja e Venecias nuk është vendimarrëse, është thjesht një opinion dhe një lloj orientimi që jepet gjykatës kushtetuese për rastin konkret. Jo, po që se kërkon Por është thjesht, dërgimi në Komisionin e Venecias është thjesht një mënyrë për ta shtyrë dhe për ta zvarritur procesin. Shiko, unë kam një kështu, do me thënë, dhe këtë diskutime kam me Spakun për mënyrë se si ka vepruar në disa raste, se u bë raste disat që Spakun nuk gjen formën direkte, edhe te zoti Berisha. Pra, u fut në një përsijatje, në një, le themi, labirinth logjik, arsyetimesh, a duhej, as duhej, marrë miratimin kuvend për masën e propozuar për zotin Berisha, më kupton, pra, që mos i shko drejt, më lap. Që më shkoj më drejt. Pra, ligji thot, për deputetin shkon parlament, kërkoj masën, për ministri shkon parlament, kërkoj masën, ore bjeri drejt. Sepse duke hapur, le themi, shtigje të tilla, ti zvarit, nuk e kuptoj që për zvaritet procesi, i jep një mundësi për të zvaritet procesin në çdo rast. Qartë. Pra, ky vendim, përfundimisht ta mbyllim, ky vendim, kur të merret ky vendim, do ndikojë, domethënë, përhetimet që lidhen me qeverinë dhe kryeministrin përgjithësi, do veprojë si precedent për hetimet e tjera, apo jo? Po, merr fuqinë e ligjit. Merr fuqinë e ligjit. Ka fuqinë e ligjit, po. Si edhe vendimi që u mor për gjykatë. Atëherë ne duhet të presim procesin, gjykata do ta gjykojë këtë gjë, ne presim dhe pastaj të flasim më qartësisht se çfarë ishte ky proces dhe si do të vijojë puna, si do të vijojë më tej. Tani ne do të kalojmë në një moment tjetër që besoj është shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm sepse nuk është zgjidhur asnjëherë, ka 15 vjet dhe nuk mendohet të zgjidhet, po kalohet kështu në një mënyrë deri qesharake. Një 21 janari që duket sigur 15 vjet pas i ka ndodhur, dështim, duket si një dështim i plot i drejtësisë. Ne vazhdimisht flasim për këtë temë, unë kam folur në programin tim, kam bërë vite të tëra atë, por kjo nuk është e rëndësishme, mendoj unë se që bën në këtë rast media, politika duket sikur e anashkalon si një ngjarje të radhës me të cilën lanë duart, si Pilati. Lanë duart, ikën, krijohet një ritual, bëhet një ritual, dhe nuk ndodh asnjë gjë. Pra është një tallje. Pra, dita e djeshme shënoi, tham, 15 vite nga vrasja e 4 qytetarëve në bulevard. Si u përkurtua kur për vjetor, çfarë shënon kjo ngjarje në historinë politike të vendit tonë? Dhe mbi të gjitha çfarë po bën SPAK në hetimet për 21 janarin? Unë po flisem me Lalën kur po fillon me organizimin e këtij emisioni për të krijuar atë. Dhe Lala më tha që më duket se asgjë s'po bën. Nuk thash tamam këtë, unë thash që SPAK ka mbetur në pritje të përgjigjeve të akt ekspertimeve nga jashtë vendit, ku është dërguar preda që është hequr nga trupi Alex Nikës në një spital në Turqi dhe që është dërguar në një laborator jashtë vendit dhe pa marrë këtë akt ekspertizë dhe këtë rezultat përfundimtar, SPAK nuk mund vijojë sepse dëshmitarët kryesorë dhe personat në DNI ka pyetur. Është marrë dëshmia se Ali Berishës si ish kryeministër, Luzin Bashës si ministër i brendshëm i kohës, e Bamir Topi si president i kohës, janë pyetur disa nga punonjësit e Gardës së Republikës, është marrë dosja e vjetër që ka qenë në gjykim edhe në prokurorinë e Tiranës, pra dhe duke qenë se ka mbetur në këto dy akte të ekspertimit që lidhet edhe me disa komunikime në radio të zyrtarëve të Gardës së Republikës ose të zinxhirit drejtues, do të thotë që duhet të marrë më përpara këto rezultate dhe më pas në varësi të asaj çfarë do thonë akte që vijnë nga jashtë, prokuroria mund vijojë edhe me hetimin e mëtejshëm. Kështu që në një farë mënyrë duket sikur tani ka mbetur në atë pjesën në pritje të këtyre dokumentave. Pra kjo është situata aktuale. Pra, të rikje mos këput. Shiko, më ndihmoni në një lidhje me Zogajn, që do të flasë nga studia tjetër, një njëta gjeshtë, jemi në njëtë në pozicion, por Zoti Zogajn më mbrëma faleminderit shumë. Një mbrëma Ylli. Shiko,
Ti e ndoj që dje si u përkujtua ky përvjetor, çfarë shënon kjo ngjarje në historinë politike të vend? Ti ke folur vazhdimisht këtu, e një nga afër këtë si ngjarje të gjitha, po duket si një tallje me njerëzit. Me të vrarët po e po, me ngjarjen po e po tani dhe me njerëzit duket një ritual shumë i rëndomt, ku secili del mbar një fjalim, merren ca lule, vendosen aty dhe kaq. Çfarë është kjo? Shumë skenografi. Nuk i heq. Skenografi. A skenografia nuk ndryshon, thot pano. Nuk i heq presin asaj që po thoni ju, për shkrimi që bët ju. Çdo vit përsëritet e njëjti ritual, të njëjtat fjalime, të njëjtat skenografi, të njëjtat premtime, të njëjtat çarje, ankesa e me radhë. Nuk thot në kishte vetmja e re, po them e re në thosë, sepse nuk është e re e përvjetorit, por e ditës. Dje ishte 15 vjetori. Pra që bie si Përvjetor. 15 vjetori një masakre në bulevardin Stalin. E pas bardhur akoma. 15 vjet, edhe 5 vjet. Janë shumë, jo 15 vjet. Dhe natyrisht që ka një specifik ky përvjetor, sepse shpresat e familjarëve, po edhe të publikut interesuar, që ka qenë gjithnjë interesuar në fakt për këto vrasje, sepse vrasjet e 20 janarit janë vrasje që godasin në zemrën, më thënë, një gjë të madhe që ka të bëjë me drejtën e protestës. Ky 15 vjetor përkon me vitin kur masakra po hetohet nga Spaku. Pra atje ishin drejtuar syt, mendja, shpresat, dhe janë drejtuar, vazhdojnë të jenë të drejtuar. Praktikisht, 20 janari është regjistruar si vepër penale për hetim nga Spaku në verën e vitit 2014. Pra i bie rreth një vit e gjysmë. Një muaj ose një muaj e gjysmë më vonë, Spaku ka marrë në administrim, i kam dhe datat, bile me 15 korrik 2004 është regjistruar procedimi penal, nga Spaku, në basë si ka kaluar një odiset gjatë, dhe më thënë, 2024. Po, 2024. Pasi ka pritur për rreth 13 vjetë, i bje më shumë 13 vjetë e gjysëm në për këte odise në gjukatave të prokurive të prokurisë Tiranës e me radhë. Dhe pasaj për shtator 2024 është marrë në administrim edhe një kaset e dorëzuar nga familjarët e të ndjerit Alex Nika, ku ka është një video kaset, ku ka përgjime, audio kaset. Mendoj se një vit e gjysmë është shumë për të mos dhënë përgjigje, megjithatë ne nuk mund të paragjykojmë dhe nuk mund të vëmë afate për një krim të tillë. Sidoqoftë, domethënë, dyshimet ose si thosh pakënaqësitë lidhen me faktin se ky është një krim i cili ka lindur i zbardhur. Nuk është një krim i sofistikuar, si më thënë, si në ato tregimet e Agatha Christie, që është një romanciere me romane policore. Ai ka lindur i zbardhur, ka ardhur duke u nxirr, po them kështu, për gjatë viteve. Historia e masakrës 21 janarit është shkruar nga kufomat. Duket si makabër kjo që po them unë, po kështu është e vërtetë. Historinë e saj e kanë shkruar kufomat në bulevard. Ju shikoni ku janë vrarë. Merrni, vendosni vendet ku është vrarë Ziver Veizi, ku është vrarë Myrtaj, ku është vrarë Hekuran Deda, ku është vrarë Alex Nika, ku janë plagosur disa tjerë, vendosin aty, lerin aty, përfituron si janë akoma aty, dhe në fakt akoma janë aty, sa kohë që nuk është bërë drejtësi për ta, dhe do të kuptoni që dhe janë vrarë, është vrasje tipike shtetërore, janë pushkatuar, nuk janë vrarë. Ata nuk janë asë në brenda perimetrit... Presh, të dalim më hapur pak të ky problem. Po. Ka 35 vjetë që Shqiprinë e drejton një njeri, i djathtë ose i majtë. Dhe
të gjithë duket si kur ne i bijem rreth e rotull, sigurisht që ky është një krim shtetëror. Ti je më i hapur, nga shumë të tjerë. Personalisht ti, sepse unë të kam pyetur, të kam pasur vazhdimisht studio, të kam dëgjuar vazhdimisht. Je më i hapur nga të tjerët. Por prapë, edhe ti, që je më i hapur, ende është i ky rrotullimi. Kur diskutohet për hetimet e 20 janarit. Interesi është të kuptojmë dhe organet e ligjit duhet na thonë ne, a ka apo jo urdhrues. Se të del për shembull një i gardës ty me kryetari, komandanti i gardës ai me sy të nxirr, del tjetri, del ky. Domethënë, ka apo jo urdhrues? Ai Sali Berisha urdhrues i vrasjeve. Ka hetim për këtë? Pjesa tjetër e ngjarjes pak a shumë dihet. Të vrarët dihen, emrat dihen. Për shembull, dije unë shikoja në një nga televizionet që vite doktori dhe thoshte armë të sofistikuara të vendosura këtu, të bëra në këtë mënyrë, të ndërtuar në këtë mënyrë e tjera. Pra, a është koha që edhe institucioni drejtësisë në këtë rast, i pari, pastaj se ne nuk do bëjmë ne, të themi ne byrau filaner, unë dhe ti. Ka njerëz që dalin e thonë, po, duhet drejtësia ta bëj këtë punë, zotëri. Patjetër. Si ishte, nuk duhet i bjet nga kina tani. Këtu, për shumë gjëra, përgjithsisht ne i bjem nga kina preç. Po, nga kitani unë fillimisht bëra një konsiderat... Jo, nuk kam akuzë për ty. Kam një akuzë për të gjithë ne, edhe për veten time. Po, unë kam shkruar për këtë, kam shkruar qëtë nesme në e vrasjeve, kam shkruar një artikull me titullin Me vrasje politike, me paramendim dhe prapamendim, kam shkruar edhe një pjesë libri. Qartë. Dhe unë I dim ato dhe i kemi përmendur. Ju pytet, a është dënur, pa dyshim që është dënur, se nuk ka kuptim tjetër në të qellohet kundër turmës në një moment kur demonstrata përshpërndahet, ajo është vetëm me urdhër politik, për t'i vrarë, për të dhënë një mesazh politik. Dhe mesazhi politik është që provojni përsëri, provojni edhe një herë, dhe të bëhet mësim për gjithë që kush guxon të vije këtu, kjo e pret. Dhe ata u vranë kur po iknin preç. Kjo është. Pra, Spaku ka shumë për të hetuar këtu, sepse këtu është bërë sikur, domethënë e thamë edhe pak më parë, sikur ka sofistikim të madh. Ka disa element kjo ngjarje që janë vepra penale në dritë diellit, por nuk janë kualifikuar si tilla. Ato s'kan nevojë për hetim. Unë nuk e kuptoj pse prokurorit e mëparshme nuk i kanë kualifikuar si vepra penale. Për shembull, refuzimi i zbatimit të urdhrave të prokurorës përgjithshme për të hetuar është vepër e pastër penale. Refuzimi i ka dhënë kohë autorëve që të prishin skenën e krimit, është vepër e pastër penale. Prishja skenës krimit është verifikuar nga një hetim që ka bërë FBI-a, ku ka... Jam okej, po ata kanë qenë në një presion shumë të madh presh. Mua më kujtohet, një kolegu im po dilni me ecje nga Likeni atë kohë. Kolegu im i njohur. Dhe më hodh në fyt mua, se i thash unë mirë bën që i arrestojnë këtë gardës, që të tregojnë çfarë kanë bërë. Dhe kush i tha? Je në vetë, i tha. Që s'ke turp, më tha mua, të arrestohet zinxhiri i gardës të. Si mund të ndalohet zinxhiri i gardës? Ato janë prallat që ka shpik Sali Berisha në atë kohë. Jo, ishte kolegu im që më tha mua. Mirë, dakord. Po ato janë penguar nga Sali Berisha, e ka pranuar vetë. Pra Sali Berisha, kryeministri i vendit, i cili ishte në kryeministrinë zyrën e tij në kohën kur ai ndodhet, Sali Berisha është ndodhur në vendin ku ka ndodhur vrasjet, se ka ndodhur për këtë shkak. Pra është i pranishëm aty, është komandanti, po them, nga pikpamja e postit që mban. Komandanti thua ti. Po kush mund të jetë mbi Sali Berishën aty në atë skenë ngjarje? Jo në këtë moment se di pak më mirë. Ti do futesh tani se po e futa qëllimisht preçin për të sjellë gjithë atmosferën se ka qenë aty. Ja futu ti me preçin dhe vazhdoni të dy. Ka një problem kjo pjesë. Vërtet aty mund të ketë pas urdhra gojore. Në Shqipëri ne kështu e njohim. Pra kryeministri është ai që urdhron të gjithë. Nuk bëhet dysh, kalon aty, shikon Adriatik Lapajn aty. I thonë ata, o aj du që i thonë ata, del atje i thotë policit parë, hiqu ato plasmasra. I kemë Lapajn se jemi në vend tjetër? Jo, qa rëndësi ka, po bëj atë, po bëj
Po e argumentoj. Tani Shkoqa ka një Që ti problem. gjua vete ku dhe më dhembja. Jo, ka një problem këtu. Ka një problem që duhet thënë. Tani, ka një gjë. Garda e Republikës në atë situatë është zoti. Garda e Republikës. Në Francë. Ministri. Po, ti po flet për në... Jo, po flasi në pas Nordike. ligjeve. Unë po flasi pas ligjeve të shtetit shqiptar. Pra, në atë situatë nuk është zoti Berisha, as tjetri. Garda e Republikës, po të kishte bërë atë ditë detyrën e saj, spyeste asnjë urdhër të Po dënuan ata Dhe mo... spyeste një sekond, jo po të mbaroj se Po them si gjë e kanë tjetër. ata të shkruar. Po. Pra ata kanë një situatë dhe këtë situatë ata e menaxhojnë me anë të një Se rregullore të këtem se shkruar. ke gjë të retja. Jo më prit se të them unë gjëra të reja se e di Po shumë. thua të rejat mo. Po kjo është Po kjo është me e vjetra që... Kjo është Po kanë 100 vjetë që thuat, po që garda e ka për detyrë. Po sepse preqi dhe shumë njerëz mendojnë se ka dhënë urdhër Berisha. Urdhri Berishës në çdo rast atje është kot, sepse e ka përgjegjësinë garda në atë situatë me armë për të përballuar të gjithën atë është garda. E ka të shkruar, e kupton. Tjetër gjë se funksionon ndryshe në Shqipëri. Urdhrat i jep politika. Po. O illit flasun pak. Kjo është thelbi. Kjo është thënë. Sepse nuk i thua. Jo, mu ta krahasoj me rastin e Fatos Nanos. Fatos Nanon e morën gardistët kur e pan të rrezikuar në 14 shtator dhe e morën zvarr dhe e futën makinë dhe i thash duhet ikësh këtu. E kupton? Pra nuk është ai që vendos. Atëherë nuk vendosi Fatos Nanon. Nuk e marr në mbrojtje morën. Ore vrasjet në vrasjet aty kanë fytyrën e Berishës. Nuk e diskutoj këtë pjesë. Më kupton? Unë po them, prokuroria nuk shkon dot e Berisha më shumë se sa gjërat vogla. Kaq. Jam okej, po të mos e justifikojmë shumë për... Jo, po e relativizon në mënyrën si Nuk e relativizoj, more, sepse nuk e kap ligji. Po falim minut, si herë para atë kush ka dhënë urdhër, ajo prandaj po heton prokuroria. Unë po them që në atë skemë, kriministi që ka përcjell nga fillimi në fund demonstratën dhe gjithë dinamikën e ngjarjeve që kanë ndodhur nga brenda, domethënë ka qenë aty. Është vetëm dëshmitar. Dhe është Po ja një pyetje kam unë, ja pres. Një pyetje po këtu. Po, më thuaj. Serverat brenda kryeministisë garda i prishi. Ti vazhdoj unë në ju. Ore, nuk janë prishur vetëm serverat, janë prishur gjithçka. Jo, po të Ka dalë Berisha ka sharkë prokuroren. Po të pyes për Janë prish shumë gjëra. Është filmuar doktori duke marrë ashklin, duke futur të vrim e plumbit, që të vërtetojë që është vërë vrasje nga pakujdesie. Janë bërë 100 manipulime. Kemi dhe mbulim që të thash përgatit një rëgjën. Them një gjë, them se tash këtu thuhen shumë gjëra, edhe mund të referohen shumë rregullore e ligje. Ne dimi që ajo është një gjë që është parë me sy, është filmuar. Domethënë, nëse do kishte ndodhur ndonjë incident, po të kishte ndodhur, qoftë edhe një vrasje, në momentin kur ka pas një përleshje midis një grupi demonstruesish dhe policëve, pra aty edhe mund kishte ndonjë përligje, po them përligje edhe ka, sepse në botë kur ndodhin përplasje midis demonstruesve dhe policëve ka raste që ndodhet ndonjë humbje jete, ka ndodhur në Itali. Pra mund kishte ndonjë justifikim, po them justifikim, që të humbte jetën në momentin kur ndodhin vrasjet. Po ndëry pra ja të mbaroj preqit që jo të futu me njerë. Tani garda, më fali minuto o ti, garda, unë e djetë punë e regulorës. Garda ka qëlluar mbi njerës që kanë qenë fund bulevardit, kanë qenë nanën tjetër të bulevardit, në shesh. Qa lidhje ka kjo me pjesën e debatit tonë? Qa lidhje ka kjo me pjesën e debatit tonë? Na futë regulorë, pas i ikin ata, kur ikin o. Më falë, o Julli, më falë se do i themi gjëmë, prit. Se u përmend regulorja o zotri, pra ndaj po them, pra që ti se këtë gjë që garda ka regullor. Garda është zotri atje, nuk është Berisha. Berisha është kot atje. është kot Berisha, heqin Berishën. Garda e merë Berishën, zvarë, e fund makinë nëzirë nga kryeministria. Sepse e ka me regullore, ti siguroj jetën. Se nuk është në Shina Po kjo mirë, bisedë. cila jetu rrezikuam? Jenë të rrezitim, qa po fletë? A mund të sqarojmë vetëm një gjë të lutem? Jo, nëse garda do qëllon të sa ata sulmun Sali Berishën, pa tjetër që kanë zbatuar rregullorën. Po të vriste njerë, se sulmojnë syrën pa tjetër. Po ku? Vjen vra njerës në bulevard. Ja, të flasin, pres po. Atëherë. Dy fjalë, sepse Soko dhe Bregu s'kam Jo, po në qofë se më thua 2 fjalë, po i lë dhe po të gjoj të tjerët. 30 fjalë. 30 fjalët. Unë kam qenë gjithmonë skeptike sa i përket ngjarjeve të 21 janarit nëse do të zbardhen ndonjëherë të plota për disa arsye.
Së pari, sepse personalisht ka menduar edhe vazhdoj të kem të njëjtën bindje që politika vetë nuk është e interesuar ta zbarë këtë ngjarje. Që ka patur një urdhër për qëlluar mbi protestuesit, kjo është shumë e qartë. Se cili është personi që ka dhënë urdhrin, këtë do duhet ta sqarojë drejtësia, sepse po të ishte zbuluar sot do të ishte prapa hekurave. Mënyra se si janë zhvilluar ngjarjet në atë kohë dhe që unë i kam ndjekur në atë kohë nga afër për shkak se mbuloja prokurorin dhe vijoj ta mbuloj, kishte të bënte me disa momente. Një, ju dha kohë autorëve të dyshuar të asaj ngjarje të shkatronin provat materiale. Ju dha kohë të prishnin pistoletat, kalashnikovët e tjerë me radhë. Ju dha kohë të prishej dhe të fshije serveri i kryeministrisë. Ju dha kohë për vite me radhë dhe këtu nuk është vetëm pjesa e zotit Berisha në kuptimin e hetimit mëtejshëm, sepse vërtet Sali Berisha bëri aktin më të paprecedent në histori duke mos zbatuar vendimet e prokurorisë për ndalimin e zinxhirit të Gardës Republikës, por mos harroni nga 2011, 2 vite më vonë, e mori pushtetin Edi Rama. Dhe nëse do të kishte vullnet politik për të zbardhur kjo çështje, nga 2013 deri tani do të ishte bërë. Tani ne po i kërkojmë një institucioni drejtësie të zbarë një ngjarje ku në fakt një maskaradë që e ka ndërtuar politika për 15 vjet. Për 15 Shumë e drejtë. Dhe dosja është tërësisht e shkatruar. E di që më bëri përshtypje, për herë të parë, unë kam parë xhaxhain e Alex Nikës në, domethënë, realisht të pikëlluar. Mark Nika tha një fjali që ndoshta gazetarët nuk e kapën. Prokuroria e posaçme tha deri tani është duke rikuperuar një dosje maskarad që ishte bërë nga prokuroritë e tjera. Dhe deri tani tha është duke bërë vetëm riparim. Pra ka marrë një shtëpi të shkatruar që po përpiqet ta ndërtoj. Dhe duke qenë në këto kushte, unë ndaj kam qenë skeptike që në momentin e parë ka vetëm një mundësi që ajo ngjarje të zbardhet. Agron Malaj është deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë pjesë dhe komandant i grupit të zjarrit. A e di shumë mirë, të lutem, e di shumë mirë kush e ka dhënë urdhrin për të qelluar. Dhe nëse ai merr statusin si i penduar, një, dhe mundësia e dytë, pra kjo ngjarje zbardhet, dhe mundësia e dytë është tjetra që serverat e kryeministrisë. Se duhet marrë statusin si i penduar, vetë dëshmoj. Ose dëshmoj, pra, dakord, po nuk ka rëndësi më forma, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi forma. Të dëshmoj. Dakord, ke drejt, këtu tërhiqem unë. Dëshmoj më. Por të dëshmoj. Gjë që nuk ka ndodhur. E dyta është të zbulohen komunikimet e plota në radiot e zyrtarëve të Gardës, sepse ne kemi vetëm fragmente dhe fragmentet nuk thon asgjë për të gjithë dinamikën. Jo, ato përdoren kur duhen. Por ata mund të përdoren dhe mund të nxirren jashtë kontekstit. Dhe nëse këto dyja janë mundësitë e vetme, se edhe nëse plumbi Alex Nikës do të përcaktohet se nga cila armë ka dalë, ne sërish jemi tek ekzekutori, nuk jemi tek urdhëruesi. Soko dhe pastaj Bregu. Kjo, fali minut, edhe një ndërhyrje të vogël, mos harrojmë një gjë, se kjo është rikthyer nga gjykata Strasburgut, e cila e ka kualifikuar si krim shtetëror. Jo, nuk është rikthyer nga Strasburgu, vun lëvizje nga familja Alex Nikës. Strasburgu tha me fjalë të thjeshta ato që ne e kemi thënë, që 21 janar është krim shtetëror. Kështu që unë se lidh fare me Strasburgun. Po merr kohën, dy fish kohë, se thu ato që them unë, i thu dhe i herë. Ato që kanë prish provat e thash dhe unë, hyrë edhe ti. Tani Strasburgu, po të mos fliste Strasburgu kështu. Të lutem, Ferdinand. Po? Ecim. Soko Bregu. Jo, sepse ne përpiqemi shumë që të zbulojmë mekanikën e ngjarjes së vrasjes konkrete, por në vetvete 21 janar është shumë përtej katër vrasje. Sepse gjithë kjo maskarade madhe që po e shohim të zhvillohet dhe të shpërhapet tani vonë, duket se qëllimi 21 janarit nuk ishte thjesht një protest aty. Ishte pikërisht shfrytëzimi atyre kufomëve, siç ndodhi dhe më mbrapa. Për interesin politik të një partie që po vjen në pushtet. Dhe që sot është në pushtet, që vazhdon akoma. Që nuk e shfrytëzoi. Që vazhdon akoma. Që nuk e shfrytëzoi se po të shfrytëzoi, vazhdon akoma të shfrytëzoi me retorik shumë të shumë. Jo, sepse po ta shfrytëzonte. Jo. Po, ja ta them unë. Jo. Po ta shfrytëzonte, do kishte marr fajtorët të Jo, po vazhdojnë ta shfrytëzojnë, nuk duan ta mbyllin. Absolutisht jo, sepse mbaron shfrytëzimi. Në momentin që 21 janari mbyllet, ka mbaruar loja, mbyllet perdja, i vjet Chelsea. Kaq, ata e duan të përjetshëm, kështu e duan.
të përjetshëm. Pse? Përjetshëm Sepse dua që çdo 21 janar ta shikosh Ramën që del me trëndafili në dorë dhe që vete qan aty. Fëmijët e mos gaboj Alex Nikës ka qenë ai, ishin të vegjël dhe sot janë bërë. Jo, duhet ta shtalje me viktimë. Pra, 21 janari fillon që nga organizatorët. Padyshim o padyshim. Kush i çoi ata njerëz aty? Për çfarë arsye i çoi ata njerëz aty? Por së pari zgjidhet kush i vrau. Bravo. Kush i vrau ata njerëz aty? Kush e dha urdhrin për të vrarë ata njerëz? Jo, një sekond. Kush i dha urdhrin për të vrarë? Kush e pengoi hetimin më mbrapa? Kush i prishi provat më mbrapa? Pra, 21. Dhe kush nuk e hetoi për 15 vjet? Serverat unë nuk besoj se kush e drama. Pra, të gjitha këto, secili kryqin e vet. Por edhe këto aspektet të tjera duhet të sqaruar. Secili rakip të mbaj kryqin e vet. Pra, të gjithë duhet të jenë Ja, vetëm 2 minuta, Bregu dhe konkludon ti. Kur Edi Rama erdhi në pushtet në 2013, qeverisin e kishte bashkë me Ilir Metën. Kjo e pengoi atë që në 4 vjet ai të vazhdonte retorikën e tij për të kërkuar hetimet e 21 janarit. Kishte një arsye shumë herë më madhore për shkak se edhe majoranca ishte, edhe Ministrinë e Drejtësisë kishte lëvizja e atërshme, lëvizja socialiste për integrim. Që në krye të erës pak nuk e pranonte 21 janarin si një çështje, sepse e dinte që provat mungonin dhe do të kishte një dështim. Me shumë dhunë e pranoi shumë kohë më vonë si një detyrim nga Strasburgu dhe më vonë me një vendim gjykate. Sepse në vetvete s'pak ka probleme me mënyrën e tetuarit dhe i do gjërat e gatshme ishte mësuar vetëm me Skaj dhe Encrochat për të bërë hetimet e veta. Për të bërë një hetim kaq problematik sa ç'është 21 janari, nuk i ka resurset sepse nuk mund të shkojnë dot deri në këtë pikë. Ka një gjë në mënyrën se si ajo mund të zbardhet. Vërtet nuk ka një letër që të ketë shkruar Sali Berisha që jepet urdhër për sulm. Nuk e ka një letër. Por nëse këtë e ka dhënë Sali Berisha, një fjalë goje në këtë moment ka. Dhe aty ka patur me 10 njerëz që punojnë në kryeministrinë atë kohë. Serveri është prova kryesore mbi të gjitha. Serveri u shkatrua dhe kur prokuroria e mori pjesën e mbetur të atit serveri, ne kishim një shpresë se vetëm Amerikanët mund të gjenin diçka mbi të. Por edhe nëse nuk shkojmë dot, po themi në këtë rast, sepse vetë Sali Berisha ka pranuar që ishte një vrasje shtetërore, por nuk pranon që dha një urdhër. Ama ne nuk kemi patur ata që shkatruan serverat, nuk kanë shkuar kur në një procedim penal. S'ka shkuar këta? Jo. Morën arrestuar vetëm një IT që më pas mori pafajësinë dhe edhe ai. Pra, ne nuk po themi, sepse këtu është kthyer, nuk gjendet, se nuk është e shkruar, dhe në provë duhet ketë vetëm një gjë të shkruar, por janë një pjesë shumë e madhe e personave të tjerë të atëre le të themi, kush i refuzoi për herë të parë, në atë moment pothuajse shteti kishte rënë, kush i refuzoi urdhrat, që nuk urdhrat e prokurorit, policia nuk mund ti refuzoj do të kur. Kush? A u bëndë një hetim? Cili dhe pse? A u bëndë një hetim kushet? Jo. Pikërisht ata që shkatruan serverat, morën dhe detyra më vonë politike, morën edhe detyra shumë herë më të mëdhaja në atë. Ja, pra që nuk ka nevoj vetëm të shkojmë ke urdhëruesi në ka bashkëfajtor sa duash. Dhe nëse ti nuk gjen dhe nuk çon bashkëfajtorët për para drejtësisë, si do shkosh tek njeriu që mendon që e ka dhënë. Merru njerë me bashkëfajtorët në këtë mes. Preç për të konkluduar, i fundit ti. I fundit, për të konkluduar, se ushtruan shumë çështje aty, por ju e thatë shumë drejt vetë, që fokusi janë vrasjet, tjera dije, nuk ka enigma që protestën e organizoj opozita dhe protestën e thiri Edi Rama, që s'ke që i jeton. Nuk ka enigma që Edi Rama nuk i priu protestës, duke e lënë që të rrjedhin qefin e vetë. Ashtu si që e kishe dëshirë ndoshta. Madje deklaroi që populli nuk ka, është një deklaratë pa shembull, që populli nuk ka mund ta kalojë opozitën e vetë, që u duk sikur ishte një ftesë për të bërë akte dhune. Të gjithë ata që kanë ushtruar dhunë, pjesëmarrësit në protestë, me shkopi, me gur, një pjesë e madhe e tyre janë arrestuar atë natë, janë dënuar pjesë prej tyre,
Pra ka mbaru punë drejtësia për këtë pjesën e qytetarëve që kanë ushtruar Jo, dhunë. organizatorët preç nuk janë. Kurse Sepse i njohim dhe unë dhe ti. Nuk do vazhdojmë. Organizatorët, Ja do thënë unë që organizatori ata që organizuan dhunën, dhuna nuk erdhi natyrshëm aty. Dhuna ishte instrument i skenografuar, preç. Ishte skenografi e gjitha. Dakor, pra po them që dhuna filloi që aty kur ti nuk i prin protestës që thret vetë. E kemi thënë, po e them... Nuk është përgjësie plot e këti. Tani jemi të vrasjet. Tani jemi të kjo që të vehen... Jemi të vrasjet dhe a ka urdhër për vrasjet. A vehen në një plan gurët me plumbët. Tuk e drejtimo, dakor, 100%. Tani këtu ka një mori elementës që të regojnë se kjo është e urdhruar, janë bërë vrasje pa nevoj, dikush ka dash me dhënë një urdhër politik. Unë nuk e vend dyshim që garda ka një rregullore, se kthehen prapë të rregullore, po garda zbaton rregulloren kur vjet në rrezik jeta e kryeministit, jeta e personalitetit që është duke mbrojtur, jeta ose institucioni që po mbrohet, mund shqelloj në ajër për të kthyer ato protestuesit që duan ta djegin. Ne kemi njohur një 100-200 protesta në Shqipëri, që janë sulmu institucionet, janë djegu institucionet, kanë hyrë njerëzit brenda institucioneve, i kanë dhunuar institucionet, nuk është vrarë kush. Po kurse këtu janë vrarë në bulevard, më thënë që këtu e rregulloria herë duhet hiqet nga fjalori. Këtu ka një gjë jude që ta mbyllun. Se ka shumë elemente, tha dhe Klodi disa... Konkludo presh. Pastaj mbas vrasjeve jash konsumu një javë rresht, një retorike e përditshme, narrative përditshme për të krijuar një skenar që nuk kanë rezultuar gënjeshtra gjitha që këto kishin çadër. Pika për të intimiduar prokurorin e përgjithshme si Lavire Bulevardit, tjetrin. Jo më është. Ka probleme të mëdha. Kur thuhet ti sot, hajde ku janë ato prova që kishin protestuesit kishin çadra pistoleta, thika me helm, tritol, automatik, janë thënë ato ditë. Shiko si është puna. Ka një thënie italiane është, ajo italisht është, që një thënie e fjale urtë që thot truku është, por nuk duket. Në rastin tonë të 21 janarit, kjo mund të thuhet në mënyrë ironike, truku duket, por nuk është. Pra gjithë shohin, breti është lakuriq, por s'qenka. Këtu s'ka asgjë të mbuluar, çdo gjë është lakuriq. Të gjithë shohin, por nuk është. Po, të gjithë shohin, por nuk është. Gjithë shohin, por nuk është, thot Preçi, dhe ka 15 vjet. Jo, nuk do ta mbyllesh. Sepse s'dua unë. Sepse po unë drejtoj. Po mirë. Mund të dhash fjalën e të gjithë tim se një gjë shumë e njohur. Gjën më të njohur në botë. Që? Unë të thash një gjë për Berishën. Po pra. Pra thash edhe njerë. Të cilën e dim. Atë ngjarje aty, e ka garda. Berisha e ka fuqin kur bën ato VKM-t apo ku diun. Ore, garda është arrestuar. Garda është arrestuar. Po, është arrestuar, po u degenerua ti. Të gjithë i dim këto, mo, këtë drejt shumë. Nuk të odha poshtë, o Ferdinand. Këtë drejt shumë. Të zoti. Tjetër gjë, këtë drejt, mo, këtë drejt. Garda i ka shkrepur armën, mo, e. Një nga pjesët që do jetoj Spaku, ka 3 pika për të jetuar. Një nga pjesët është pikërisht dëmtimi i provave që mund të çonin në zbulimin, në zbardhjen e gjës. Pika e 3, që Spaku ka marrë përsi për ta jetuar. E ka marrë përsi për këtë gjë? Po. Dhe... Pra, ky është një moment... Unë po të tregoj ty diçka, një gjë, që do ta dëgjosh për herë të parë. Se të thash më përpara. Jo, më the prap. Po. Tani, kemi pasur... Ndaj me erdhi i natë. Kemi pasur... këtë të parën dhe të dytën këtë të prokurorisë. Kemi pasur një ekspertizë të parë të laboratorit kriminalistik tonit për gzhojat, predhat e gjetura të trupat e viktimave. Çfarë viti? Pas ngjarjes me njëherë. Fill pas ngjarjes. Pas ngjarjes. Po. Kjo ekspertizë nuk gjeti asgjë përveç se bashkoi, tha kjo gzhojësh e këtij arme tjera, por nuk vërtetoi asgjë se kush laboratorium kriminalistik. Po. U detyrua shteti shqiptar në atë kohë. Ti çonte në Virginia dhe që andej erdhi që plumbi i dal nga pistoleta e Ndreja Prendit ka vrar X-in dhe plumbi i dal nga automatiku i shkurtër i Lupos ka vrar Filanin. Kjo erdhi nga Amerika. Tani pyetja... Lupo është ky që është i menjërt. Po është ai që qëllonte poshtë me një automatik. Tani pyetja këtu është
pyetja këtu është. Ai që bëuni vetëm 1 vit e gjys. Po, e vrau pyetja këtu është, këta të dy, po sipas më ndjek, po sipas, kjo është më e rëndësishme se ajo. Po sipas ekspertizës amerikane, pistoleta e Lupos, pistoleta e Andrea Prendit është manipuluar, është dëmtuar të gjilpera dhe është hequr një pjesë dhe është ndërruar me pjesën e shoferit. Dhe automatiku i Lupos, pra 2 armët që u vërtetua vrasja se u gjet plumbi, ishin manipuluar. Nga e mësuan, kjo është ajo që bëjmë pyetje, nga e mësuan ata që duhet të manipulonin armët. E para sepse e dinin që kishin vrarë, ose nëse nuk e dinin, e morën vesh nga laboratori kriminalistik i Shqipërisë. Nuk e dija kuptove. Një sekundë, e kuptova shumë mirë. Të 2 pjesët e manipuluara të 2 vrasjeve, Lupo dhe Prendi. Tani, ky Lupo atëre ishe demokrat apo jo? Demokrat ishin tërë. Se atëre s'është do dhe sikur të ishte kundër demokracisë. Ishte tjetra që u bë socialist. Ishte tjetra që u bë socialist. Ishte tjetra që u bë i rëndësishme. Deputet tani. Deputeti. Tani jo ishte Kryetar Bashkie. Ka dhe një gjë zoti Rakipi. Jo, nuk kemi, se tani ai u dënua për vrasjet vetëm. Po Ferdinandi ti tha stop. Okej. Ti vë kapelen politike. Pse nuk ka për të zgjidhur ndonjëherë? Sepse këtu fajin e ka për 21 janarin e ka Sali Berisha i pari, Ilir Meta, Edi Rama. Edi Rama, Ilir Meta. Të 3. Pra janë të 3. Mos prisni që të zgjidhet. Do ta mbajmë peng gjithë jetën. Do ta shfrytëzojnë gjithë jetën. Sepse ata nuk ju intereson të jepet drejtësi. Ju intereson akti për ta marrë dhe për të bërë këto maskarata çdo 21 janar. Që do dalë Edi Rama dhe të qajë çdo 21 janar dhe përsëri duke qenë 13 vjet pushtet, nuk jep asnjë zgjidhje. Jo vetëm kaq. Pra, domethënë se presim ne që domethënë do të jesh shumë naiv të presër sot që do zgjidhet ndonjëherë 21 janari. Në 13 vjet pushtet dhe 2 vjet opozit, Partia Socialiste nuk ka ndihmuar të ushtroj presion politik në gjithçka që të shkonte te zbardhja. Dhe po deshe, po t'i marrë me radhë se ku nuk ka ushtruar fare presion. Dhe që u rikthya dhe çojnë tani ti vetë via sot është e pavarur. Investimi familjarëve, mos u mërzit se do vi vini tjetër në këtë punë do bëjmë ose ne vetëm 21 janar do vi prapë. 21 janar do vi do të jetë një ngjarje. Kemi qenë vjet e parë. Ne do themi të njëjtat gjëra edhe unë dhe ti dhe kaq është historia. Ata nuk e zgjidhin. Këtu jemi të qartë. Kishe një fjali se mos mu Jo. Beti kefit lutem. Jo, nuk më ngeli, po një vit e gjys burr bëri njeriu që vrau. Ça? Një vit e gjys burr. Njëseo? Po. Tjetri bëri vetëm 8 muaj. Po si quhet padashje kjo? Padashje? Është padashje. Pa kujdesia. Vrasje padashje. Vrasje nga pakujdesia. Tani ja kaq mjafton. Nuk ka nevojë. Që po gjykatësi që e dha këtë vendim qesharak. Si e tha preqi atë se ishte shumë e bukur. Po kaq. Truk ka, si e tha? Truku është, po truku duket, po nuk është. Duket, po nuk është. Truku duket. Breti Lakuriqma? Të nderuar televizikues Zogaj tha, që cili bet gati për pjesën e dy tani, truku duket tha, truk ka tha, po nuk duket. Jo, truku duket tha, po nuk është. Truku duket, por nuk në shojnë të gjithë, po nuk është. Dhe të gjithë ka vendosur që truku të mos jetë, tani kemi një moment të fundit të munë. Lala, ka detajet të reja nga ekzekutimi Jani Aliajt, të cilën ne diskutuam në pjesën e mënyrën e kaluar. Djerësisht e diskutuam, por duket se ka të dhëna të reja. Çfarë keni mësuar ju? Edhe ndonjë gjë që mund të kemi kolegë. Tani, në fakt, jam referuar vetëm në disa nga gazetat kryesore në Greqi, dhe njëri nga gazetarët më të njohur atje kishte dhënë disa detaje që kishin bënin me qëllimet apo tentativat e mëparshme për të ekzekutuar Jani Aliajn brenda në qelitë e burgut të sigurisë së lartë në Korridalos. Disa kohë më parë, sipas raportimeve të mediave greke, ai ishte dërguar jo në sektorin ku do duhet në fakt të qëndronte dhe të vuante dënimin, por ishte transferuar në sektorin ku mbaheshin të dënuar edhe të paraburgosura gratë, me qëllim për t'u shmangur një rreziku të mundshëm dhe potencial për jetën, dhe ndërkohë, në mënyrë të paqartë, raportojnë mediat greke, është transferuar më pas në sektorin e meshkujve, ku 2 muaj më parë ka patur një tentativ tjetër për ta vrarë. Dhe mediat greke kanë konsideruar vrasjen e Jani Aliajt, i cili në Shqipëri ishte i dënuar me burgim përjetshëm
për ekzekutimin e Elton Qiqos në 1 maj të vitit 2016 si një kontratë vdekje me mafian greke. Sepse me sa duket, autoritetet atje janë duke jetuar kryesisht në konflikte që Jani Aliaj kishte me grupe kriminale në Greqi dhe duket sikur është me largët një hakmarrje nga grupet kriminale shqiptare apo nga problematikat që ai kishte në vendin tonë. Megjithatë, autoritetet greke në informacionet që nga marrë ditën e sotme pranë zyrtarëve të policisë së shtetit, sigurisht kanë kërkuar të dhëna dhe informacion lidhur me aq sa mund të ketë brenda vendit për të hetuar në lidhje me këtë rast. Ne kemi shpjeguar në fakt edhe herën e parë dhe në një farë mënyrë unë bie dakord edhe pse nuk arrita do ta thoja se isha në lidhje direkte me Sokolin, kur tha që burgu Korydallos është një burg i cili në fakt është lënë nën kontrollin e vetë grupimeve brenda grupit dhe ka patur shpeshherë, sidomos në raport me shqiptarët, ka patur vrasje apo ekzekutime të rënda, por edhe keqtrajtim të dënuarve shqiptar atje. Çfarë mbetet e paqartë lidhet pikërisht me faktin që Jani Aliaj, pra hetimi atje, që lidhet kryesisht me funksionimin e burgut, me zyrtarët e tjerë me radhë, lidhet pikërisht me një moment. A janë marrë masat nga autoritetet greke për të parandaluar këtë ngjarje? Mediat greke ngrenë pikpyetje në lidhje me këtë pjesë dhe thonë që autoritetet nuk kanë marrë sa duhet masa për të mbrojtur jetën e këtij të burgosurit, por edhe të burgosurve të tjerë, sepse duhet kemi parasysh që njëti person i cili vrau në burg Jani Aliajn ka vrarë më herët një tjetër shqiptar, Artur Bashimi, që po ashtu ishte nga Gjirokastra dhe ishte i përfshirë në një vrasje të një avokati në shtetin grek. Kështu që në këtë aspekt, gjithë diskutimi që po shtrohet në Greqi nuk ka të bëjmë në vetvete me viktimin Jani Aliaj, sepse normalisht ai ishte i dënuar pra i arrestuar për llogari të Shqipërisë, ishte arratisur më herët, por që problemi më të madh kishte me Shqipërinë, por ka të bëjë me mënyrën se si funksionojnë ose më saktë se si administrohet gjithë ky burg i sigurisë lartë, që në fakt është më problematikët atje. Megjithatë, për momentin, pala shqiptare është duke shkëmbyer informacion për të parë nëse ekziston ose ka të dhëna që mund të ketë një ekzekutim të urdhëruar nga grupe kriminale shqiptare. Këto janë dhënat më të reja që janë kryesisht të bazuara tek raportimet e mediave serioze greke, që të paktën në gjitha rastet që unë i kam konfirmuar më pas, kanë qenë të dhënat cilat më kanë rezultuar të sakta. Pra, i gjithë kjo se i lexova dhe unë ato mediat sot greke, e gjithë historia është e tillë që këta kanë pas autoritetet policore apo të burgjeve aty që këtë duan ta vrasin. E kanë marrë, kanë shkuar. E kanë patur dhënat. Kanë pas dhënat të sakta, të plota, sepse janë futur për ta vrarë, por nuk e kanë gjetur. Ishte fshehur në një qeli tjetër. Pra e kishin bllokuar me shumë njerëz, gjithë bllokun e qelive të azem 10 apo 20 qeli që ishin aty, e kishin bllokuar të gjithin me shumë njerëz dhe kanë kërkuar, po se kanë gjetur për ta vrarë. Në këtë moment e marrin dhe e çojnë te burgu i grave për ta ruajtur, për ta larguar. Problemi që ju ka lindur tani dhe që ka plas debati atje, që kur dije që ky njeri do vritej te ky burg, pse e kthyen prapë pas një muaji te ky burg? Për ta vrarë. Po, kjo është problemi tani. Si u bë ka kjo punë? Ju e dini që po e çuat aty do vritet. Ky është debati që ka plas në Greqi. Ka një gjë, po kërkohet hetim mbi autoritetet e burgjeve, sepse gjithmonë për Korydallosin kërkohen hetime të tilla, është burgu më problematik në absolutisht që gardianët e burgjeve nuk janë të korruptuar vetëm në Shqipëri, janë pothuajse në gjithë botën, kudo pagat e tyre janë të vogla dhe kjo lë vend për korrupsion. Ideja është që a dinin gardianët a i dhanë një lehtësi ekzekutorit i Jani Aliajt për të qenë i lirë dhe përballë tij, a i ushtruan kontrole ati për t'ja marrë atë sikën e kthyer në formë sike, se ishte përbërje metali dhe ai e kishte shndruar në një sik, a dhanë lehtësi ata për këtë gjë. Media greke në fakt kërkon që autoritetet e burgjeve në Korydallos të futen në hetim në këtë pikë, por zakonisht nuk ndodh kështu sepse aty nuk cënohet jeta kryesisht e të burgosurve grek, cënohet jeta e të gjithë personave të huaj të rrezikshëm aty, dhe nëse je grek dhe futesh në Korydallos, do të thotë je nga ata që konsiderohesh jashtëzakonisht shumë i dëmshëm për jetën dhe shëndetin e popullatës greke.
Unë do them vetëm një fjali, zoti Rakipi. Autoritetet shqiptare asnjëherë nuk kanë patur një reagim të shpejtë dhe një reagim që me thënë të drejtën do duhet të kishte një ose më saktë, do duhet të ngrejnë zërin në raport me ato çfarë po ndodh në burgjet greke me shqiptarët, sepse nuk është hera e parë. Mbani mend Ilia Karelin, e vranë dhe i hoqën zemrën brenda burgut, e torturuan në mënyrë makabre. Ne kemi shumë të rinj të cilët kanë ndruar në jetën në burgje në Greqi apo janë vrarë dhe asnjëherë nuk është mësuar e vërteta se si ka ndodhur ngjarja. Kështu që pavarësisht se sa kriminal mund të ishte Jani Aliaj, ai nuk mund të vritej brenda një institucioni të vuajtjes së dënimit. Dhe do thotë që autoritetet shqiptare nuk mund ta barazojnë jetën e një qytetari shqiptar me asgjë, por do duhet të kërkojnë llogari nga autoritetet greke që ngjarje të tilla të mos përsëriten ose nëse ka të tilla, personat që janë përgjegjës të marrin ndëshkimin e merituar. Ka vetëm një fjali të se shqiptarët kanë vrarë në një nga këto raste, 2 gardian kanë humbur jetën në 30 vitet e fundit në Greqi, një prej tyre ka vrarë një shqiptar. Dhe në çdo lloj burgu grek të futesh, foto e gardianit të vrarë nga shqiptari është e para. Dhe kjo tregon që gardianët e rinj sa herë që vinë një racizëm i shfrenuar. E kanë racizmin brenda pikës së vrasjes së gardianit i të nderuar të shikues, unë besoj që kjo ishte pjesa e parë që ne kishim përgatitur për ju për mbrëmjen e sotme. Në pjesën e dytë ne do kalojmë në ngjarje plot, siç ju thash unë fillim fare ju, domethënë Shqipëria tani ka një dashuri jashtëzakonisht madhe Ferdinand për bordin, është bërë një bordi Trumpit, po Ivanka njëtën kohë. Më duket sikur e ka Edi Rama këtë gëzimin marrë shqiptar. Shumë të madh, po të gjithë shqiptarët, po veçanërisht Edi Rama, sigurisht, erdhi dhe vajza e Trumpit në bregdet tonë, i partije. Vetëm mujësjellësin e Gazës mos na japin, se do e bëjmë si përpiqemi tani, pjesën e dytë ne të kemi gjitha këto. Nga shqiptarët aty kishte pak në Vjosa Osmani foli nga si shqiptare, nga pjesa jonë këtu ishte vetëm Fatmir Hysembelliu, i cili bëri dhe ai takime të rëndësishme nga ne vetë në Davos. Këtë takoj? I shikoj, ke në lajmet e 24-s dhe në lajmet tjera, që të pasiohen aty, mbyllë. Tani, ka që ishte kjo, zonja Lada faleminderit shumë, Ferdinand, Sokol, Pano, faleminderit. E ndërpresim këtu, fare shkurt publicitet, rikthehemi.